Pas me fillu rrefimin, një kohë kam shërby në Shtëpinë Jugoslave, kam kryer shkollën oficerëve ushtarak, njësi speciale, edhe më ka përcjell gjithë jetën njësi speciale edhe këtu në Kolu, ashtu puna e ka lypë edhe rrethona. Paraprakisht, pas më orë të që janë disa filet parat, se si ka orë të uniforma, se nuk është letë, ka periuda, gjithmonë periuda, pa periuda më të funit. Unë në vitin 91, kam qenë njeri që ja koni aktivizum dhe edhe ju zdum, për me fillu filet e para ushtarake, që në atë kohë nuk është përdojë që kemi, po ka qenë lëvizja fronti rezistencës. Në atë kohë unë kom për teritorin e Pashtikut, tash që Pashtikut atë thamë ratinar Pajzenit, edhe mu ka dhonë dytyrë, mi prekajtit, djemët që kanë më ardhë tamën për këtë finalin që ishte u që këja. Me bo trajnime. Me bo trajnime, pregaditet, shtarake, me arme, me gjitha, me trajnime taktike, teknike, gjithë më krejto janë përdorë, dhe ndër ta, shka është interesant, që më ka bo shumë më mdhimshme, ka qenë edhe një djallë, që nuk e njohë me hetë familje të tyre, po ma vonë jam njohë familjesh me ta Loan Haradinaj, që familja Haradinaj vonë e ka kuptuar që djalli tyre ka qenë i pregadit nga une, vllau i tyre djalli tyre. Edhe në ka bashkë kanë qenë të pregaditën, është ai grupi non-meshit PSU-t, që kanë qenë trenuar e grupi, dhe ta ka qenë... Loani ka qenë pjesë e grupit? Po, Loani ka qenë djallë që shumë më pregadit. Prej me gjithë një ademin Tësnikët, është një vend të Tësnikë thirët, ka qenë me tokë, i ka pasume, me Tarkaci, dhe Lea Gjosaj, së ka dëbuna, e që fakt ka qenë koordinator në imë Krastiqi nga Prizreni. E unë kam qenë i caktuar si komandant dhe si trener, mi pregadit ta djemë në atë kohë. E qëto trajnimet a janë bo në Kosovë, a janë bo në Shqipë? Këto janë bo qëtë në Kosovë në atë kohë, vite natëni. Po flasin për natëni? Jo, natëni, shëmpite, fronti rezistencë, edhe ka pas në disa drejtime, për shembull duka gjën, o që ke pjesat me Gjakove, prezident këtë, ka pas drejnisa që ka qenë kur në Adem Jashaj, po në Adem Jashaj nuk kam njohë, kënë hamës vlajnë tim njohë, ka qenë ka provë një 2 drejnisa ka të një pekin në fshatën dhe më ka bash. Edhe Lapjan, gjithë sa ka pas, dikun një afërsisht një 1.000 vetë. 1.000 në konë qysh persona në atë kohë, po kemi guzu me njohë shumë njerëz, për shkak informacion, për shkak rrezikut të mundshme, gjithmonë ke pas shkurtesa, mos më pas lidhem që më ardhe në zbulim me diçka, mos më rreziku njerëz. Po sa më afër, sa më ngushtë më qenë. Edhe unë kam qenë domosdoshmë atë ku për Kabash, edhe ka dorë Zoti që ka kuar më shpëry. Po me që sa të u diskuperuan ato njerëz, edhe u dëpejnë aktivitetet, po në heshtjen është vepru gjithmonë, janë konë gatshëm për ato, edhe ka kuar në kuar kër ka fillu fillet e para të luftës që në 97-98.